quajtur. Falenderoj edhe bordin drejtues të shoqatës. Sot flas para jush jo vetëm si kryetari i shoqatës në gjatë, po dhe si njeri që mban mbi supë dhimbjen, përgjegjësi dhe shpresën e qindra iranianëve të cilët kanë vuajtur nga një strukturë më shkatruese dhe manipuluese dhe njerëzore që ka njohur historia moderne, që është organizata Mujahedina. Emigracioni iranian dhe realiteti i tij në Shqipëri. Shqipëria është një vend mikpritës që njeh mirë se çfarë është dhimbja e mërgimit, internimit, diktaturës. Prandaj nuk është rastësi që ka shumë iranianë që ka gjetur strek këtu dhe ndoshta i gjejnë veten shumë të ngjashëm me popullin tonë. Për le të themi qartë që është emigrant iranian erdhi në Shqipëri me dëshirë të lirë, por disa kanë qenë të marrë peng nga struktura e organizatës Mujahedina. Shumë prej tyre u sollën këtu nga Meku jo si një individ i lirë, por pjesë e një strukture të mbyllur, të kontrolluar dhe me një indoktrinë e cila do të ishte e izoluar për mendimin, për fizikën e tyre dhe për çdo gjë që ka të bëjë me identitetin e tyre. Meku nuk është thjesht një organizatë politike, por Meku është një strukturë sektare me mekanizëm që ka të bëjë me kontrollin psikologjik, organizatë me një histori të dokumentuar dhe me një histori të vjetër terrorizmi, dhune dhe tradhtie. Një sistem që ka shkatruar familje, ka ndarë prindër nga fëmijët dhe përdor njerëzit si mjete. Meku ka përdorur dhunën, vrasjet, atentatet dhe bashkëpunimin me armiqtë e popullit iranian për të ndjekur interesa personale të leadershipit të tij, Masud Rajavit, Mariam Rajavit, dhe kjo organizatë nuk përfaqëson popullin iranian dhe as vuajtjet dhe aspiratat për liri. Shkatrimi i individit dhe familjes. Një nga krimet më të rënda të Mekut është shkatrimi i familjes, ndarja e detyruar nga prindrit, ndalesa për martesë, ndalesa për dashuri, ndalesa për mendim të pavarur, seanca të detyruara autokritike, friksim dhe presion për izolim. Këto nuk janë thashë theme, po janë disa deklarata, dëshmi të gjalla nga personat që folën para, nga zoti Hamida Tabaj, Khalil Ansarian, Hasan Shabaz, Mehdi Sulejmani, Masud Damrud, Ali Ayari, të gjithë iranianët që unë kam takuar nga afër dhe kanë thënë historitë e tyre dhe kanë patur guximin që të largohen nga Meku si shumë shokët e tjerë iranian. Një mesazh për iranianët që janë larguar nga Meku, dua të them që nuk janë larguar vetëm nga Meku, por nuk duhet të ndihen megjithatë si tradhtar që e lanë atë strukturë, por duhet të ndihen të fortë edhe më të bashkuar se kurrë, sepse ata janë njerëzit e mbijetuar. Për mendimin tim, janë persona të cilët kanë gjetur guximin për të rindërtuar jetën e tyre. Dhe ju jam dhe juve shumë mirënjohës që keni ardhur sot për të treguar dhe për ata që ka më shumë shpresë, ka më shumë angazhim, ka më shumë përkraje, qoftë si qytetar, qoftë si përfaqësues shoqatash që jeni. Edhe është një vlerë e shtuar dhe është një ndihmë shumë e madhe që jepni dhe kontribuoni në këtë lloj forme, duke na respektuar, duke ardhur dhe pse jo të jeni pjesë e aktiviteteve tona, të vini ndonjëherë në aktivitetet tona kur i bëjmë, ose dhe të bashkëpunojmë në forma të tjera duke bashkëpunuar midis nesh. Edhe është shumë kënaqësi, ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë edhe një herë dhe urojmë që të keni sa më shumë suksese në familjet tuaja, në punën tuaj. Mund të konsumoni, hani, mos e vini këtu, hani pini, rini rehat. Me sukses, inshallah. Faleminderit, gjithashtu edhe ju. Drejtohet në gjë, edhe marrë në drejtim çka. Ne falenderojmë që keni staf.